Miqtë e mi, po bëhet java që u lajmërua krijimi i Komitetit Shqipnia e Lirë. Ndoshta shumë dëgjues kur marrë vesh këtë lajm, pandehën se gjendeshin përpara një realizimi të papritur. Por ata që kanë ndjekur zhvillimin e ngjarjeve në këta 4 vjetët e fundit, padyshim do të kishin marrë vesh se një farë aktiviteti ishte tu e zhvilluar për shqiptarëve që ndodheshin në mërgim. Pushtimi i Shqipërisë prej komunistëve dhe largimi i aleatëve nga toka jonë detyroi shumë shqiptarë që të marrin udhën e mërgimit, jo për të larguar nga rreziku komunist, sa për të vazhduar veprimtarinë e tyre dhe për të mos prerë marrëdhëniet me fuqitë liberale të Oksidentit me të cilët kanë qenë në kontakt edhe në Shqipëri. Puna padyshim nuk ishte e lehtë. Shumë ide të gabueshme të përhapura gjatë luftës dhe sidomos nga fundi i saj kishin nevojë që të ndreqeshin, edhe gjithë bota e di se sa gjë e vështirë është që të ndreqësh gabimet e pranuara si të vërteta. Sjellja e atyreve që zaptuan fuqinë dhe themeluan të ashtu quajturën qeveri të Tiranës, sjellja e atyre fare njerëzore me vrasje, të paligjshme, me komedi gjyqi, ku nuk shihësh asnjë pikë drejtësi dhe pa shkuar shumë kohë atituda e sunduesve të Tiranës përkundrejt fuqive të mëdha demokratike të botës, kishin zgjuar në opinionin publik një urrejtje dhe një përbuzje kundrejt fajtorëve të këtyre veprave barbare. Edhe fatkeqësisht, më tepër se gjysma e botës nuk ishte në gjendje që të bëjë dallim midis popullit shqiptar të pafajshëm dhe atyreve që kishin zaptuar pushtetin me ndihmën e Rusisë. Duhesh pra në çdo mënyrë që të ndahsh prej popullit shqiptar edhe të thanuna qeveri e Tiranës. Ishte një detyrë që populli i pafajshëm dhe viktim i një grusht njerëzish pandërgjegje të mos bëhesh ujem me satelitët e Rusisë, të shpëtohesh nga urrejtja dhe nga përbuzja e botës së qytetëruar. Përveç kësaj, duhet theksuar që jo vetëm ky popull nuk ishte në ujërat e qeverisë së Kuislinge të Tiranës, por ishte viktime e veprimtarisë lagsore të tyre. Paralelisht me detyrën e parë, ndjehësh edhe më tepër akoma nevoja të vënit në evidencë vuajtjet e parëfyshme të këtij populli të mirë, që jo vetëm i refuzohesh e drejta e rojtjes me burgime, me internime, me ekzekutime dhe me mbytje të mshehta në burgjet dhe në udhët e ngushta të ferave, por edhe gjë më e zezë akoma i përgatitësh një vdekje e gadalshme e çdo minutshme, duke i refuzuar buka e gojës, duke mos i dhënë ushqimin e duhur, duke i prerë çdo ndihmë ilaçesh dhe mjekësh. Me mira kalamaj janë bërë tuberkulozë dhe vdekjet janë trifishuar sipas dëshirës të atyreve që sundonin në godinat e bukura të Tiranës. Kuptohet vetiu se shpirtëzezët e Tiranës ndjenin një kënaqësi sa herë që shfynin urrejtjen e tyre kundër njerëzve, jo vetëm të pafajshëm e të ndershëm, por edhe fisnikë dhe të dobishëm. Por njëkohësisht edhe bota e jashtme, bota e tyreve që nuk pranojshin as gjenetin e komunistëve, as edhe neofitizmën e satelitëve, ajo botë e gjallë filloi ca nga ca të ndjejë një mëshirë dhe një keqardhje për Shqipërinë, për këtë viktim të komunizmit. Nga ana tjetër, edhe të emigruarët jashtë mësonin, mund të themi shihnin me sytë e tyre se ky çdo ditë që kalonte sunduesve të Tiranës po u zhdukësh fuqia, po u pakësoheshin antarët dhe po u ndaheshin nga radhët e tyre.
ka dalë raca shqiptare virtyt njerëzor, ajo racë që vuan, por që edhe ndjen, që ofshan, por edhe që shpreson dhe nuk haron, ajo racë themi zuri të shohë të vërtetën, të shohë rrezikun dhe fatkeqësinë në të cilën e hodhën matrabazët komunist, po i qelte sytë dhe po e mprehte vullnetin e saj, bashkë për të ndihmuar këtë zgjimin e popullit dhe për të shpejtuar forcimin e ndërgjegjjes së tij, është formuar Komiteti Shqipnia e Lirë. Vija e jonë do të jetë kurdoherë e drejtë. Programi ynë është të fitojë independencën dhe të sigurojë integritetin e vendit tënë. Duam që shqiptari të ketë shpirtin dhe mendjen gjithmonë për të mirën e Shqipërisë. Do të përpiqemi të themi kurdoherë fjalën e drejtë dhe të rrëfejmë udhën e mirë. Kjo është lutja e jonë ndaj Zotit të Madh dhe lutim që gjithë shqiptarët e vërtetë të rrëfehen të denjë për të qenë shërbëtorët e Shqipërisë. Leta e njëllit Zotit, para flamur e Shqipërisë, i thret vite kastriotit, me mbledh tokë në qetat e ushtrisë. Bini toske, bini geg, si dy rufe që shkoj të djeg, bini leg, bini të malsor, trima bren me dor, me dor. Minjat flamur Perëndia, me dorë vete ka shkru. Per shqiptar do t'jetë Shqipënia, kush e preka i qoftë mallku. Bini toske, bini geg, si dy rufe që shkojnë të djeg, bini leg, bini të malsor, janë gavnysja të gjithë dëshmor. Bini toske, bini geg, si dy rufe që shkojnë të djeg, bini leg, bini të malsor, janë gavnysja të gjithë dëshmor. Leta e njëllit Zotit, para flamur e Shqipërisë, i thret vite kastriotit, me mbledh tokë në qetat e ushtrisë. Bini toske, bini geg, si dy rufe që shkojnë të djeg, bini leg, bini të malsor, trima bren me dor, me dor. Minjat flamur Perëndia, me dorë vete ka shkru. Per shqiptar do t'jetë Shqipënia, kush e preka i qoftë mallku. Bini toske, bini geg, si dy rufe që shkojnë të djeg, bini leg, bini të malsor, janë gavnysja të gjithë dëshmor. Bini toske, bini geg, si dy rufe që shkojnë të djeg, bini leg, bini të malsor, janë gavnysja të gjithë dëshmor.